العبد البعد عن أسباب الشر. Robi duhet i merr shkaqe të largohet nga e keqja dhe duhet të fsheh kitman ma tukhsha madarratu. Duhet të ketë drodhë dhe kujdes nga diçka që mund t'i bëhet e keqe. Për shembull, Jakubi ka thënë Jusufit: "Ja bunayya, o djali im, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Mos ja u rrethe, mos ja u trego ëndrrën vëllezërve tu. Për çfarë? Fejekidu leke kejda, që ata të thurin ndonjë intriga apo ndonjë kurth. Pra nga kjo mësohet se ne duhet jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, të zgjuar që ta dim kënd e kemi, pra kush mund të na bëj dëm, pra kush mund të na bëj intriga. Po ashtu, annahu yajuzu dhikri al-insan bima yakrah ala wajhi an-nasiha. Lejohet me paralajmëru për njeriu nëse ke frikë nga ai. Pra i thu filanit ke kujdes nga personi, sepse mund të dëmtojnë pasuri, mund të dëmtojnë moral, mund të dëmtojnë, pra dikë mund ta mashtroj shejtani dhe thot, unë e këshyri punën time dhe nuk kam të drejtë, ose në kësi raste, nëse dikush të kërkon një mendim për një filan se është duke ja kërku vajzën ose anasjeltas, dhe ti thu, unë nuk jam njeri që prishi, nuk e kam zemrën e keqe dhe nuk e paralajmëron. Por njeri i devotshëm dhe është ai i cili pra e tregon realitetin dhe nëse ka rrezik për atij personi duhet paralajmërohet.